sepse ka dalë Berisha nga Spaku, e kemi edhe diçka me interes për të ndjekur nga fjala e tij përpara mediave. Urdhoni? Ja, do i lexoj do lexoj një deklaratë dhe pastaj do u lexoj edhe atë të çfarë firmose aty. Të dashur qytetarë dhe qytetare, erdha këtu pa përtesë çdo 2 javë sepse ardha ime shërben si një dëshmi e përbotshme e keqpërdorimit politik të drejtësisë nga narkotrafikanti Edi Rama për të luftuar kundërshtar politik. Hetimi shterrues 4 vjeçar, si që ka quajtur Skapi, dhe vetingu 32 vjeçar familjar i Sali Berishës ka provu asaj dhe familjarët e tij nuk kanë përfituar kurrë asnjë favor dhe se kursimet e tyre janë në përputhje me ligjit e vendit, përbëjnë gjithsejt në 54 vite 100.000 euro dhe 40 metër katror një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Çështja e Spakut dhe keqpërdorimit të tij është pjesë e strategjisë e Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare. Është projekti i tij makabër për të marrë një mandat të 4. Çështja nisi me denoncimin politik pas një fakt të eksponentit politik të bandave të Elbasanit, Shkodrës dhe Fushkrujës, Taulan Ballës, dhe është mbajtur dhe mbahet në këmbë kryekput për qëllime politike. Çështja kundër meje është dëshmi e standardit të dyfishkt, të Skapit të partisë që sulmon opozitën pa asnjë fakt, ndërkohë që mbulon një mal të tërë me fakte për vjedhjet dhe korrupsionin qeveritar. Në këtë rast, ftoj çdo qytetar shqiptar të pyesë Skapin e partisë, pse Taulan Balla është i lirë dhe bën fushat kur ata flen mbi dosjet e krimeve të tij, kur ata disponojnë të gjithë dokumentat se ai është antar kryesor i grupit kriminal Toyota Yaris, i grupit kriminal të Suel Çels, i grupit kriminal të Bajrëve. Ftoj qytetar të pyesin Spakun ku kanë shkuar 130 milion euro të djegësit të Tiranës. Të pyesin Spakun pse nuk heton Belinda Ballukun dhe Edi Ramën që kanë paguar 130 milion euro pa dhënë asnjë tull. Pse nuk është marrë në hetim ose në ndjekje asnjëri nga njësia e mbikëqyrjes që kishte detyrë të raportonte çdo muaj për ecurinë e punimeve të djegësit që nuk ekziston. Të gjitha këto kanë një përgjigje. Parat i mori Edi Rama kryesisht dhe pastaj i ndau me të tjerët. Të pyetet Skapi ku kanë shkuar 80 milion euro për anijet fantazm, tigrat e famshëm të Belindës. Pse Spaku nuk heton Edi Ramën dhe Ballukun për këto para të vjedhura? Ku kanë shkuar 120 milion euro të check-upit dhe analizat nuk bëhen? Pse nuk hetohet Edi Rama për këto para që i ka dhënë financuesës së tij Vilma Nushi? Kush mori 60 milion euro të korrupsionit tunelit Llogaras, i ndanë së bashku me Lubin, apo i mori Rama kryesisht?
Pse Spaku nuk heton për këto para të vjedhura? Pse Spaku nuk heton për abuzimin në detyrë për 110 milion euro që mori Beketi për shkak të mbylljes Edi Rams nga Edi Rama të Agon Channel? Po mbi 105 milion euro humbje të Era Albaniës, ku kanë shkuar? Pse nuk hetojnë Edi Ramën që paguan nga parat tona të gjithë atë luks dhe qejfe personale? Të dashur qytetarë dhe qytetare, vetëm këto skandale që përmenda kapin shumën 630 milion euro të grabitura nga Edi Rama dhe kompani. Nuk janë llogaritur këtu 33 milion euro që kushton toka e vjedhur prej tij në Gjipe prej 224.000 metër katror. Nuk janë llogaritur këtu 38.000 metër katror që i dha të vllai duke u marrë pronarve në Terrapi Treshit. Nuk janë llogaritur këtu sarajet e Surrelit me themele 2 herë më të gjata se themelet e vilës diktatorit Hoxha, as dhe parku 8.300 metër katror. Këto pyetje presin përgjigje me datën 11 maj nga mbar qytetarët shqiptar. Presin, do marrin përgjigjen më të shkëlqyer nga qytetarët 11 maj me votën e tyre të lirë. Por aty Dumanit të Rams i lash një shënim. Mbyllja e aferës me Gonigal nga Altin Dumani përbën një krim ndërkombëtar. Krim ndërkombëtar. Dhe garantoj Edi Ramën se asgjë në botë nuk do mund ta shpëtoj nga kjo aferë e tmerrshme me të cilën ai korruptoi njeriun kryesor që sipas gjykatësit amerikan kishte detyrë të mbronte qytetarët amerikan nga korrupsioni, por u korruptua vetë duke marrë parat e Edi Rams. Dhe për djenitë shqiptarve, tani me Gonigal, çdo ditë në qeli, i çon nga qelia mesazhe Edi Rams. Unë vërtet i mora parat, thot ai, por ato mi dhe e ti. Parat mi dhe e ti me cilat me komprometove. Kështu që pritet vote e shqiptarve me 11 maj që Edi Rama shkojte me Gonigali nofta javën e parë. Tani sot se jam në fushat ndaj dhe do ta kemi pak më të kufizuar. Vetëm një pyetje. Po. Herët e kaluara jemi mësuar që me paraqitjen tuaj këtu dhe keni bërë denoncime duke ju referuar bisedave në Sky CC. Pse nuk ndodhi sot dhe a nuk keni më ju materiale tjetër? Jo, materiale kam plot, po sot ndodhi ajo që ndodhi, si të dini ju, çështja e incineratorëve shkoi për 5 para në gjykat, një gjë të turshme, një nga aktet më të turshme në histori, kur humbja e 130 milion eurove u kualifikua një vepër për sigur të kishin humbur 10.000 euro, apo sigur të kishin vjedh një kotet spulash, si që tha një kolege juja, ku është, nuk është sot. Zoti Berisha, gjatë kohës që ju po flisit tonë nuk e dihet të gjuhat, disa paraburgosur apo dënuar shprehen pro jush. Zoti Berisha jeni hero. Keni një mesazh për to me që jemi edhe në fushat?
Një minutë. Ju lutem. Në të njëjtën ambient është edhe Ilir Meta. Mesazhi im është kjo. Mesazhi im është ky. Shqipëria është një olla e zezë e turpit në Europë dhe nga më të zezat në botë. Sepse Shqipëria mban në burgje 67% të gjithë popullatës së burgjeve është në paraburgim dhe nuk ka dëshmi më madhore torture se sa kjo. Në këtë vend ka pushuar së funksionori prezumimi pa fajësisë një parim shekullor i drejtësisë. Ndaj dhe i garantoj se ato ditë burgu që bëjnë pa merit do të shpërblehen me rrogat e qeveritarëve që i kanë mbajtur. Është një krim dhe duhet ta dinë mirë se unë në Këshillin e Europës në udhëtimin tim kam bërë një takim shumë të frutshëm me Komitetin Antitorturë, në të cilin kanë qenë 2 çështje kryesore. Ka qenë tortura publike që ata i bën ish presidentit, ish kryeministit dhe ish kryetarit parlamentit Ilir Meta dhe tortura që u bëjnë 67% e të burgosurve që janë në gjendje para burgimi, 1/3 cilve janë pa asnjë akuzë, 500 prej tyre janë të smur, pra është një gjendje katastrofale për të cilën këta meritojnë dhe unë kam besim të madh. Komiteti Antitorturës Këshillit të Europës është një institucion jashtëzakonisht serioz dhe kam besim që ky komitet do të bëj avokatin e të gjithë atyre që u shkelmohen të drejtat në burgjet shqiptare. Zoti Berisha, paraburgosurit kanë të drejtë vote. Mendoni se do merrnin dhe votën e tyre 11 maj? Se për këtë do votojnë e din ata vetë. Ne nuk kundërhyjmë kujt në votë, por ne themi që të votosh për xhelatin tënd është problem.